Të nderuar shikues të televizionit Alsat, përshëndetje dhe mirë se takohemi sërish në kuadër të emisionit Në Fokus, ku do sjellim dy materialet, pra dy temat të cilët i trajtuam edhe për këtë javë. Përshëndetje edhe nga unë dhe mirë se erdhe në emisionin Në Fokus, ku tashmë e dini se trajtojmë tema nga më të ndryshme, ndërsa për këtë javë kemi zgjedhur dy tema shumë interesante. Tema e parë, të cilën do ta ndiqni në minutat në vijim, ka të bëjë me arsimin e lartë dhe sfidat me të cilat për çdo ditë përballen qoftë studentët, po ashtu edhe mësimdhënësit nëpër fakultete të ndryshme. Do të bëjmë fjalë si për kushtet, po ashtu edhe për plan programet mësimore dhe çfarë duhet të ndryshohet dhe çfarë është ajo më urgjente që duhet të ndryshohet që studentët të kenë domethënë të ardhmen cilësi më të mirë në arsim, po ashtu edhe kushte më të mira për të mësuar. Materialin e vazhdim sjell detaje më të hollësishme. Çdo ditë më shumë po vihet re një rënje në cilësinë e arsimit të lartë në vend. Mësimdhënësit e vlerësojnë se faktorët janë të shumtë, ndërkohë që disa prej arsyeve që përmenden janë rritja e numrit të universiteteve, fryrja e notave duke nisur nga arsimi fillor, programe studimit të papërshtatshme me kërkesat e tregut të punës, mungesa e stafit të kualifikuar dhe shumë të tjera. Profesoresha Ajtene Qamili theksoi se plagjiatura, shitja e notave dhe marrëveshje të padrejta për kalimin e provimeve janë ende problematika në disa universitete. Sipas Qamilit, studentët e kuptojnë se mund të kalojnë edhe pa mësuar realisht. Mesatarja e notave të sotme është në nivel shumë më të lartë, shumë fish më të lartë se sa në kohën që ne kemi qenë student. Megjithatë, sa është dija e nxënësve apo e studentëve e barabart apo ekuivalent me këtë mesatare. Domethënë, ne momentalisht jemi duke prodhuar kuadro që kanë nota të larta, po që nuk kanë dije. Nuk flas për të gjithë, po në përgjithësi, si numër, si shifër, krijohet një mashtrim, ne mashtrojmë vetveten. Domethënë, kemi nota të larta, por në fakt nuk kemi njohuri për ato nota që i kemi. Dhe ky është një problem shumë i madh. Imagjinoni të ketë, sot ka shumë student që kanë mesatare 10.00. A mendoni ju që kjo mesatare është reale? Për mendimin tim, jo. Pse? Nga 42, 3, 5, 7 apo varet 50 lëndë sa i kanë secili universitet, me secili fakultet ka lëndë të ndryshme, a ka mundësi që studenti në të gjitha lëndët jetë patjetër për 10.00? Është e pamundur. Por çka bëjmë ne, edhe faji është edhe te ne profesorët. Unë krahasoj veten kur unë kam qenë studente, pastaj kur unë isha asistente dhe tani se 25 vjet që jam që punoj në universitet dhe tani viteve të fundit. Domethënë edhe ne vetë profesorët detyrohemi të ulim kriteret tona për t'u bërë qefin studentëve, për të mos i demotivuar sepse menjëherë hidhrohen. Domethënë janë bërë sikur fëmijë të vegjël, menjëherë mërziten, menjëherë hidhrohen, menjëherë demotivohen dhe çfarë sjell kjo? Vetëm ja bëjmë qefi njëri tjetrit për nota, por ku e çojmë cilësinë? Problem tjetër është gjithashtu diskrepanca e madhe e vlerësimit mes shkollave dhe universiteteve të ndryshme, së pari mes shkollave të mesme duke filluar, për shembull, ose edhe të shkollave fillore, ndryshe notohen për njëri qyteti në qytet tjetër, ndryshe fshat qytet, ndryshe universitet. Domethënë, kjo diskrepancë e madhe jep pastaj një garë jo reale, jo e barabartë dhe për shembull, nëse në një shkollë apo në një qytet ke marr 5, ajo pesa e asaj shkolle në vlen sa dyshja apo treshi i një shkolle apo i një qyteti tjetër apo një fshati tjetër dhe pastaj kur fillojnë të garojnë, aty e shohin që nuk mund të arrijnë atë sukses që ata e kanë pasur nga shkollimi i mëhershëm. Pastaj kjo i bën studentët që të demotivohen, që të kërkojnë, edhe unë e kam bërë si mendim, menjëherë kërkojnë të largohen, të emigrojnë, që në fakt nuk është zgjidhja ajo, ose edhe një problem tjetër, gjëja e parë që pyesin studentët, sepse unë kam qenë në shumë komisione dhe ata të cilët duan të regjistrohen pyesin cili është universiteti më i lehtë. Ku mund të marrë nota më lehtë? Po çfarë përfitoni ju nëse shihni të merrni më lehtë dhe të mos arrini dije? Çfarë ju hyn në punë ajo diplom, kur ju nesër kur të hyni në vendin e punës të mos keni njohuri fare për atë që jeni duke punuar. Problem tjetër apo sfidë tjetër është edhe numri i madh i universiteteve. Këtu tani kemi sa perspektiva aq edhe sfida. Pse? Është mirë të ketë sa më shumë universitete,
është mirë të ketë konkurrencë, megjithatë nëse bëjmë në përpjestim me numrin e banorëve dhe me numrin e studentëve që ne kemi, ky numër i universiteteve jo gjithmonë sjell cilësi, sepse ndonjëherë disa prej universiteteve ulin atë shumë kriteret vetëm për të joshur, për të marrë sa më shumë student, për të ndjellë sa më shumë të ardhura financiare dhe kjo në fakt prish po ashtu rezulton në cilësi të ullët të arsimit, përgjithësi në dije të arsimit. Pastaj, mundësia e studimit me korespondencë. Do të filloj që në edhe shkollat e mesme, ka shumë shkollat e mesme që ofrojnë mundësi të shkollimit me korespondencë. Kjo në rregull është një anë pozitive për ata të cilët kanë dashur të mësojnë, të studiojnë, nuk kanë pasur të ardhura financiare apo probleme të tjera familjare dhe nuk kanë mundur të mësojnë dhe të studiojnë. Megjithatë, jo shpesh ndodh që njerëzit e këtill nuk janë njerëz që vërtet kanë dashur dhe kanë pasur vullnet, po thjesht për arsye se tani kushtet politike apo të njohshmit ky ai u amundson punësim dhe t'ia zën vendin dikujt që vërtet din, blejnë brenda natës një diplom fup e fup shkollën e mesme, edhe për një 2-3 ditë dikundje e blejnë në ndonjë universitet dhe e zën vendin e punës dikujt që vërtet meriton që të jetë aty. Ky është një problem i madh që duhet të luftohet, pa atë nuk mund ta bëni ju sot, po duhet të ngrihet zëri që shteti të bëjë një kontrollim. Problem tjetër është edhe mundësia apo që secili të magjistroj pa pasur fare mesatare. Kjo derivon ishte edhe për doktoratur, që secili mundej të doktoroj edhe pa pasur mesatare, kurse në kohën unë kur kam qenë, nuk ka qenë ashtu, ishte ndryshe, kërkoheshte patjetër të ketë mesatare edhe për magjistratur edhe për doktoratur. Pastaj vite me radh, qeveria e një periudhe, nuk përmend emra, për të futur njerëzit e vete e hoqi këtë si kritere dhe aty u vërsulën se cili arriti të magjistroj dhe të doktoroj pavarësisht mesatares që kishte. Madje u bëj edhe një tjetër çështje që lejohej, pastaj kur u vu kjo ndalesa që për doktoratur duhet të ketë mesatare, kurse për magjistratur ende nuk kërkohet mesatare as kërkundi, u bëj që të kenë të drejtë njerëzit, për shembull, të rikthehen, të riregjistrohen edhe një herë në fakultetin e tyre dhe të bëjnë kërkesë për provime diferenciale, të japin vetëm disa provime që i kanë për shembull me notën 6, një 3-4 provime me njerë i marrin ashtu me të njohshëm direkt notën 10 për të rritur mesataren. Edhe kjo u ngrit shumë si çështje, si problem dhe shqyr edhe kjo u largua tani viteve të fundit, por ende është problemi te puna e magjistraturës. E tani, pse nuk mundet të vihet puna e kushtit të magjistraturës? Për shkak të programeve, disa prej programeve që janë me 180 kredi, apo ato që janë 3+2, sepse një pjesë e madhe atyre programeve nuk marrin studentët diplom, po marrin vetëm certifikat të notave dhe vërtetim dhe ata detyrohen detyrimisht që të magjistrojnë. Dhe tani nëse ata e bëjnë me mesatare, atëherë gjyna penalizojnë këta të cilët nuk kanë mesatare dhe kjo është arsyeja pse për momentin ka mbetur kështu. Mendimi im është që programet 3+2 të mos ekzistojnë më, u hapam sherrin shumë dhe më mirë është të jetë 240 kredi dhe të jenë të unifikuarat, të gjitha universitetet, qofshin ato private, qofshin shtetërore, dhe kështu të garojnë të jetë në barabarësi. Problem tjetër është edhe masteromania. Kjo është një sëmundje që e ka pushtuar gjithë Ballkani. Secili ka qejf të jetë master, të jetë magjistër, dhe akoma një çështje shumë interesante që është për ta trajtuar është që lejohet pavarësisht në cilin universitet ke diplomuar, do me thonë ti ke diplomuar edhe çfarë lloj drejtimi, për shembull ke kryer ekonomi, mund të hysh në magjistratur drejtësi juridik ose ku ta di në mjekësi, ose mundesh ke kryer gjuhësi, shkon atje në muzikë, ose ku të duhesh mund të magjistrosh. Kjo është pa lidhje fare. Do me thonë kjo nuk ka fare logjik. Arsyeja pse lejohet, kjo është edhe për çështje të financave. Ndaq universitetet shtetërore, ndaq universitetet private, thjesht u bëhet vonë. Ti regjistrohesh, unë i marr parat, unë e mbaron punën e magjistraturës, po mendojeni këtë. A ju hyn në punë ajo diplom? Diploma e magjistraturës, sidomos nëse ke fakultet tjetër, fare nuk ju hyn në punë. Sepse sipas kërkesave të punëdhënies në punësimeve në Maqedoninë e Veriut, është kriteri kryesor është diploma. Çka ke diplomuar ti? Nëse ti ke diplomuar për pedagogji dhe ke dhënë ku ta di ke magjistruar në filozofi, ti tani s'mundesh në filozofi të japish mësim as në shkollë fillore, as në shkollë të mesme, as kërkundi.
ti faktikisht mund mbetesh vetëm mësuese dhe jep pedagogji. Atë diplom që e ke marrë vare në mur aty, shihe kënaqu dhe domethënë nuk ja sheh hajrin. Madje, edhe nëse je në drejtimin tënd, nëse nuk të ndikon për avancim, kishte një rast lejuan në disa institucione për avancim ose për ngritje të pagave, dikundi nga 1.000-2.000 denar, dikundi nga 100 euro më tepër, po tani edhe ajo u largua në shumë vende të punës, tani nuk e di është në 100% të gjitha vendeve të punës, por në shumë vende të punës u hoq fare dhe pavarësisht që ti ke magjistruar, madje edhe mund të kesh doktoruar, nëse ke vendimin dhe je mësues në një shkollë fillore dikundi, rri aty se mirje, atë magjistraturë dhe atë doktoraturë të mund t'i shohësh për dëshirë. Prandaj them, mos vraponi pas diplomave, vraponi pas dijes së vërtet dhe pas synimit që ja keni vënë vetes suaj si kusht. Sipas profesorit Velanda Ramadani, rritja e numrit të universiteteve, shpeshherë pas standarde të forta cilësie, ka shuar në inflacion diplomash, ku diploma nuk garanton më njohuri apo aftësi të mjaftueshme. Sipas Ramadanit, shumë prej universiteteve fokusohen më shumë në numrin e regjistrimeve sesa në cilësinë e mësimdhënies. Numër i madh, respektivisht kjo rritja e numrit të universiteteve, që me plot bindje them, pa transparencë në bordet e akreditimit. Akreditimet programesh brenda periudhave shumë të shkurtra, pa ndonjë kriter. Ne pak më herët para se të fillojmë debatin me profesoreshën Sheruze biseduam për disa fakultete dhe kur shtrojmë pyetjen se kush janë ligjëruesit, s'kemi përgjigje. Hapet drejtimi, a nuk mund t'i gjejmë 4 emra që duhet ta mbajnë drejtimin. Dhe në këtë situatë nuk mund edhe të kërkojmë dhe të ofrojmë cilësi. Hap fakultet sociologjie, për shembull, ata mbajnë historianët edhe ku e diun, albanologët. Situata të tilla kemi mjaft. Dhe kjo duhet ndalet dhe ngritet zëri. Dhe kjo pastaj do të çon në hiperinflacion diplomash, edhe në ta defragmentimin e skajshëm të cilësisë. Unë po e them, kishim nevojë për inflacion diplomash në periudhën 2002-2004-2005. Duheshte të zbatohet marrëveshja e Ohrit, kishim pak kuadro me arsim të lartë, kishim pak student, dhe ishte një mundësi e arë që ato institucione që ishin në nëmbrellën e shtetit, apo institucione publike dhe shtetërore, të mbushen edhe me kuadro shqiptar. Po nuk mendoj se në 2025 ne kemi nevojë për diploma. Tani kemi më shumë sa që duhet student të diplomuar. Më shumë sa që duhet universitet. Dhe tani duhet të punojmë për cilësinë. Të rrisim cilësinë dhe të ullim numrin e fakulteteve, po dhe studentëve. Se fundja nuk është e domosdoshme se cilit jetë student. Se Zoti ka dhënë mundësi për secilin. Se sot ne kemi nevojë edhe për fusha tjera. Kemi nevojë edhe për hidraulik, kemi nevojë për mekanik, të cilit gjithë një më pak i kemi, a gjithë një e më të nevojshëm i kemi në tregun e punës. Dhe kjo çka flet koleg? Me njerë dalë të problemit tjetër. Deharmonizim mes programeve studimore dhe nevojave të tregut. Dhe ne që studiojmë dhe ligjerojmë ekonominë e dim se çfarë problemesh, derozionesh, krijojnë situatat ku nuk përputhet kërkesa me ofertë. Deri në shkatrim ekonomikisht. Kur prodhon më shumë se që të kërkon tregu, ngele shumë produkt pashitur. Ose kur tregu të kërkon më shumë dhe ti s'ke çka i ofron, do ngelet popull i pangopur. Ne tani jemi në atë situatë. Tregu na kërkon kuadrat të fushave të ndryshme, në vazhdimsi i ofrojmë ekonomistë dhe juristë. Kemi situata kur krijojmë universitete me një mision dhe fusha specifike, të cilat në vazhdimsi popullit tonë i kanë munguar, pas 6 muajve, 1 vjet, ngritën iniciativa pra për të hapë ekonomikun dhe juridikun, se po e kërkon tregu, në fakt tregu nuk po e kërkon, se është i hiperpopularizuar me diplomat të tilla. Pastaj shtrohet pyetja pse këto universitetet tona nuk po i shohin në rang listë. Askund.
Dhe nëse unë tani do të parashtroja pyetjen tek ju si student, cila është përgjigja juaj? Pse ne nuk rangohemi? Atë si thonë heshtja flet. Shifni kolegë, unë e di, edhe mediumet e kanë trajtuar si temë, edhe në kuloare jo formale, faji hidhet plotësisht e në ligjëruesit. A është kështu? Ma ju nuk guxu të thoni. A i keni menduar, apo? Po, është një pjesë e madhe e fajt tek ne. Se ne gjithë një më pak kemi studiues që publikojnë në revista prestigjioze. Në çdo universitet do shohësh se ke 3-4 që janë si ajo puna e lokomotivës që pastaj të rreqin vagonin me sa do gjatësita këtaj treni kështu me radhë. Po nuk bëhet universitet dhe fakultet me 2-3 vetë, të cilët do kenë nga 150-200 punime, me 10-15.000 citime, dhe të tretit 4 e ke me 5-6 punime ose me 0 citime. Dhe nuk mund të rangohesh nëse ke staf të tillë, me 1-2 të përkushtuar dhe punës së vet, dhe tjerët pastaj presin kush kujt t'ia shkruajë emrin në një punim të caktuar. Po, a mund të fajsojmë stafin komplet për një çështje të tillë? Kush është marrë me hulumtim, i di sfidat e hulumtimit. Hulumtimi kushton. Kur kushton, mendoj edhe në kohë, edhe në përkushtim, po edhe financiarisht. Se sot në revista prestigjioze nuk pranohen një hulumtim, i shohën shpesh në për tema mastere me fokus në rajonin e Pollogut apo në komunën e Sarajit apo të Harrashinës e kështu me radhë. Nuk i intereson aty Harrashina ime se sa e zhvilluar ekonomikisht është. Se është shumë, domethënë, një fokus studius i ngushtë. Nuk mund të japim generalizime shkencës. E dyta, a e dini sa shteti janë ndan për hulumtim dhe zhvillim? Ende nuk i ka kaluar 0,4% të bruto prodhimit vendor. Maksimumi kemi arrit deri aty, sot sillet në 0,25. Dhe kjo është problem jo vetëm Maqedonisë, por është edhe i rajonit. Kosova është me 0,2, Shqipëria dhe Maqedonia të gjithë ne. Ende 0,1 nuk e ka kaluar. Serbia ka rri në 1, Kroacia 1,4, Slovenia 2,2, pa e dini sa ndan Izraeli 5,73% të bruto prodhimit vendor. Korea Jugore 5,22. Evropa mesatarisht 2,2, edhe këtë të ulme të përqindjes e ka si rezultati Bullgarisë, Rumanisë, Kroacisë e këtyre vendeve që u inkuadruan më vonë, po me mentalitetin e Ballkanit. Kina, Amerika 3 deri në 4%, dhe normal që ata do të sundojnë edhe botën akademike, edhe universitetet më prestigjioze do janë ato vete, nga se vetë shteti ndan dhe përkushtohet në ngritjen e cilësisë. Pastaj, hajtë flasim për infrastrukturën tonë digjitale. Sa investojmë nësë universitetet për të përmirësuar kushtet dhe për të përshtatë kërkesave të studentëve të tregut. Me menzi bëjmë 2-3 laboratore, dhe aty pastaj prej të rende se kush do vijë për të mbajtur mësim ose për të realizuar mësimdhënien. Unë e di fatkeqësisht që ka shumë kolegë të mi, fatmirësisht ne nuk i kemi shijuar në universitetin tonë këtë punë, se ende kemi ka 7-8 vetë profesor në një zyrë, edhe atë eventualisht nëse ka një kompjuter apo nuk e ka. Dhe ku do presim në rangim dhe cilësi. Në konferencën me temë Sfidat dhe perspektivat në arsimin e lartë në Maqedoni, organizuar nga Unioni Studentor Shqiptar, u tha se studentët e gjatë viteve në studime kanë mungesë të shumë kushteve për mësim, duke nisur nga ato infrastrukturore e deri tek materiali mësimor. Së dyti, të flasim për programe, do me thamë programe studimore të cilët një pjesë e tyre janë mjaft të vjetruara, apo një pjesë e tyre të cilët janë marrë ndoshta si model nga shtetet e jashtme, mirë, po nuk janë, do me thamë nuk janë krijuar kushtet për të pas edhe praktikum të njëjtave.
Pastaj, kemi vetdijen e nivelit studentor, parlamentet studentore. Parlamentet studentore të cilët, sidomos në kuadër të X universiteteve, për shkak se kemi kolegë këtu nga parlamentet dhe do t'u alëm hapësirën të shprehen vetë ata, mirë po, parlamentet studentore nuk po luajnë rolin ashtu siç duhet brenda universitetit. Ata nuk po i përfaqësojnë problemet të cilët i kanë studentët çdo ditë. Nuk flitet për mungesën e librave, nuk flitet për ata profesorë dhe profesoresha të cilët detyrojnë që të blihen libra, por nuk flitet as për mungesën e motivit dhe vullnetit të studentëve për të qenë pjesë integruese e arsimit dhe edukimit. Sepse edhe nga studentët do me thënë kemi këtë mungesë. Pastaj, sa i përket bibliotekave dhe leximoreve, sa biblioteka dhe leximore ne i numrojmë në 2 qytete ku janë kryesisht qytetet universiteteve. Po flas për Shkupin dhe Tetovën. Jo që duhet i përjashtojmë të tjerat, jo që në ndonjë qytet duhet të mungon ky civilizim më se i duhur dhe më se i nevojshëm për vendin tonë. Me Menzi, në komunën e Çajirit, me shumë iniciativa të ndryshme gjatë kohës së cilën domethënë kam qenë unë kryetare bashkë me kryesinë, është hap një leximore e cila deri diku i plotson nevojat e tona. Po ajo nuk është e mjaftueshme. Po a keni ndëgjuar ndonjëherë ju që trinjtë e Çajirit kanë ngritë zërin për këtë temë? Shumë pak. Tua them të drejtën, për shkak që para meje kam edhe përfaqësuesin e mediumeve, ne edhe në mediume do me thënë kemi treguar që Unioni Studentor Shqiptar kryesisht ka filluar nga studentët e Universitetit Evropës Juglindore, pra me mua dhe me disa të tjerë, ne kemi ngritë iniciativa për biblioteka dhe leximore, po kjo ka qenë shumë motiko. Çka bëjnë studentët tash? Kush vallë prej jush ngrit iniciativë për diçka të tillë? Pastaj për kartela studentore ku institucionet tona ndoshta harxojnë para të majme në disa projekte, jo aq edhe të rëndësishme, por kur vjen puna për ta ndihmuar një vajzë, 3, një studente, një student, për institucionet kryesisht arsimore kulturore, apo dhe për zhvillimin e tyre, do me thonë, kjo pothuajse nuk ekziston as pak tek ne. Ne kemi bërë kërkesë edhe për kartela studentore dhe sot e kësaj dite ajo që ndron diku në byrot ndoshta të institucioneve dhe pse janë ndru ekzekutivi disa herë edhe nuk besoj që është ndërmarrë ndonjë hap shumë konkret. Konviktet shtetërore, edhe aty paka shumë si iniciativë, ka pas, do me thonë, një përmirësim shumë të vogël, po flas për në Shkup përsëri, mirë po nuk është e mjaftueshme. Por edhe për këtë temë nuk është që hasim shumë iniciativa. Do të kisha dashur ta kem një tregim ndoshta apo një fjalë shumë motivues këtu para gjithë juve, mirë po fatkeqësisht duhet jemi realist. Do me thonë nuk kisha thënë që jam pesimiste, as ndoshta shumë optimiste. Optimiste ndoshta për shkak se jeni ju prezente, për shkak që janë profesorë këtu për ta ndihmuar, pesimiste për shkak të problematikave të shumta, por mendoj që duhet jemi realistë. Secili prej ne duhet ta bën rolin të cilën e ka në shoqëri. Kështu na ka thënë edhe Noam Chomsky, nëse secili prej neve luan rolin e vet në shoqëri, atëherë ne do të kemi shumë pak problematika apo jo. Dhe nëse ne secili nisemi nga vetja, mendoj që zgjidhjet do të jenë shumë më efikase dhe më efektive. Unë jam Hava Feta, kryetare e Unionit Studentor Shqiptar, aktualisht edhe studente e mjekësisë të përgjithshme viti 4 pranë Universitetit të Tetovës. Besoj se për këto 4 vite mjaft mund, ndoshta mjaft vështirësi, mjaft sfida me të cilat je ballafaqu, me të vetmin qëllim domethënë që të arrish aty ku ke dëshiruar ose ndoshta ku ke ëndru. Ky rrugtim si ka qenë domethënë për një studente nga Shkupi për të thu drejt Tetovës edhe anasjelltën? Po sigurisht studimet e kanë pak atë angazhimin e vet dhe vështirësitë e veta. Si unë që jam prej Shkupit është pak probleme dhe rruga e transportit, vendbanimet atje, kushtet në përgjithësi të konvikteve apo tjerat. Sfida më e madhe është që nuk është edhe atë shumë në nivel të lartë cilësia e arsimit lartë momentalisht në Republikën e Maqedonisë të Veriut. Sfida tjera ka plot, por qëllimi jon kryesor si student është që na t'jemi dominant në atë qëllimin tonë që ne e dojmë dhe të mundohemi të punojmë sa më shumë që sidoqoftë që t'jetë situata apo rrethina apo sfidat edhe problemet që neve mund na pengojnë gjatë rrugës tonë, ne ta kemi atë vullnetin edhe me punën tonë të madhe, të i kalojmë edhe të arrijmë suksesin edhe misionit të cilët ne dojmë me shumë sukses. Vlerësoj se jeni të kënaqur nga ajo që keni arritur deri më tash. Cilat kanë qenë ato momentet më të vështira? Ju pak më parë përmendu domethënë cilësia nuk është ndoshta në atë nivelin se sa duhet.
Çka duhet përmirësohet domethënë në këtë rast? Në përgjithësi, do të thonë duhet ketë pak më shumë kushte si në pjesën praktike, sa i përket drejtimit mjekësisë, do të thonë edhe të ketë më shumë projekte aktive të cilat studentët mund të kyçen edhe te pjesa praktike, se zakonisht teoria është pak më e lehtë, por pjesa praktike është aty ku ne sfidohemi me ato që kemi marrë si detyri edhe duhet ta praktikojmë. Por në përgjithësi besoj që edhe për studentët tjera që janë edhe në drejtime ndryshme, besoj që sfidat mund të jenë pak a shumë të njëjta. Kur jemi te praktika, jeni të kënaqur nga ajo që e keni bërë deri tash apo ndoshta keni nevojë edhe shumë të jeni nëpër institucione shëndetësore? Momentalisht jam e kënaqur, po do kisha dashur shumë më shumë sepse sidomos pjesa e shëndetësisë është pak ka më shumë raste të cilat mund të jenë pak më të veçanta edhe do kisha dashur të jem pjesë atyre që në të ardhmen tem mund të jem e gatshme për çdo gjë që mund të vjerë drejt durve të mia. Do të thonë të jem e gatshme për çdo gjë. Në Unionin Studentor Shqiptar vazhdimisht arrin ankesa nga studentët për sfidat me të cilat përballen gjatë viteve të studimit. Më të theksuara janë ankesat që kanë të bëjnë me mungesën e profesorëve. Më shumë vërejtje ka që ka rënë niveli i mësimit në universitetet shtetërore, domethënë. Edhe ankesat janë hëna që profesorët nuk janë domethënë në shumë fokusum, nuk ka shumë profesor këto, edhe ankesa është më e madhe që nuk ka transporte publike, s'ka profesor të rregull dhe asistentët i zaventësojnë. Në konferencën me temë Sfidat dhe perspektivat në arsimin e lartë në vend, u nënvizua se ndërhyrjet politike ose interesat të caktuara shpesh ndikojnë në funksionimin e universiteteve, duke cënuar autonominë akademike. Jemi rikthyer në studio në kuadër të emisionit Në Fokus për të lënë tashmë hapësirë dhe materialit tjetër të cilin e kemi përgatitur për këtë javë dhe që ka të bëjë për personat pa asnjë dokument identifikimi dhe Avniu do sqaroj sigurisht se më tepër pasi që vetë ka përgatitur këtë material. Po sigurisht, shkuam në Shuto Orizari, ku ndoqëm nga afër, apo biseduam me nënat rome me cilat sfida përballen sa i përket mungesës së dokumenteve të identifikimit. Ata, siç thanë, nuk mund të gjejnë as punë, as për vete, por as edhe për fëmijët e tyre, as për shërim e kështu me radhë. Kështu që për më shumë detaje do ndjekim kronikën në vazhdim. Personat e pa dokumente identifikimi të njohur ndryshe si fantom në Maqedoninë e Veriut janë të përkatësive të ndryshme nacionale. Sipas përllogaritjeve, numri i personave fantom arrin në shifrën e rreth 700 persona, por sipas informatave zyrtare, ky numër është edhe më i lartë se kaq. Emrana Mustafa është një ndër personat e shumta që deri pak kohë më parë nuk ishte një kartë identifikimi, por edhe pse vetë u pajisë me këtë, dy fëmijët e saj ende mbetën në numrin e personave fantom në shtetin tonë. Детето съм тук за Амедин Мустафа, защото нема матично на изводот. Това ми прави малце проблемот. Вие имате документи? Имам сега, да, све имам. Ама само за едното и за другото го немам. Детето кога се роди немавте документи? Не, немав. Немав. Бешто бев избеглица. Со тие документи ги извадав децата од болница. Ама моментално тоа ми прави проблемот. Тешко ли да се живее? Тешко е, бога. Многу е тешко. Не можам ни во школа да ги ставам децата. Верувај, ако сакате, верувајте, ако не, ваше е проблемот. Ама не можам да ги ставам во школа. Како е за лечење, како се снаоѓаш пред тоа? Никогаш се разболаш, што правиш тогаш? Тоа е. Што правиш тогаш? Например, Не можам да го лечам. Не можам да го лечам. Џабе, еве, едно ми е болно дома, ама не можам да одам да го лечам, ми барат пари. А ја немам од кај да земам. Маж ми исто работи во отпад, ама џабе за 150 денара, што ќе ја вадиш ти? Дали за јадење, дали да му правиш преглед? Е, баш денеска треба да идам да го прегледам детево, ама ми барат 500 денара, само за едниот да го правам преглед. За ова горето. А не можам извод да го земам. Ако не ги носам овие двете доле, ја не можам извод да земам за детево. А еве го болно е дома. Тоа ми е проблемот. И за другиот исто, ама нема матично го нема. Го зедов и решението, ама џабе бадијава. Пак не можам да го пријавам детето, пошто го немам матично доле. Ако даде Господ да ги земам, подобро ке ми.
Дай ќе можам Што да ќе се смени ако ги земеш документите? Ќе се смени многу работи. Ќе идат децата во школа, ќе имат и документи, да можам да ги лечам. Многу проблеми ќе минат. Само толку имам да кажам. Ако сака да ми помагат, ќе бидам многу благодарна. За тоа се дојде. За тоа да сум дојдена денеска. Што работиш? Моментално ништо. Само маж ми работи на отпад. Маш ти има документи? Не, нема ни он, ни извод, ни лична карта. Затоа не можам да ги пријавам. Ако може нешто да се прави пред мене, добро, ќе биде добра работа. Само за тие двете имам малце проблеми се. Се чувствуваш дискриминирана некојаш пошто немаш документи? Да, многу. Не малце, него многу е тоа. Тоа е премногу. Толку имам да кажам, повеќе немам. Fatmira Ahmeti, një qytetare tjetër e Shutorizarës, tregon vështirësitë e të qenurit të fantom në Maqedoninë e Veriut. Ndihma sociale nuk i takon si shkak i mungesës së dokumentacionit të duhur, ndërsa fëmijët e saj, tani më të rritur, nuk mund të gjejnë një punë siç duhet, me sigurim shëndetësor dhe sigurim pensional, vetëm se nuk kanë në shtetësi. Моментите дојдо, бидејќи јас имам, а моите деца нема. Ено има 21 година, оди по кант, јас не се срамам. Ама бидејќи ги фаќа полиција без документи. Он има, ама има фантомски. Отидов тоа, има една недела како отидов кај не, го фати полиција, пред мене го фати. Бара лична карта. Јас му реков дека јас сум мајката. Дај ми извод. Јас му реков дека има фантомски. Му пока. Сега ќе те покажам. Само малце. Дека има со слика, фантомски. Он има. Бидејќи он големо, возрасно, 21 и 19 години на другиот. Скоро 20. Вие си има? Да, имам све лична карта, имам... Зошто деца бе? Пошто јас немав долго време, ги родив без документи. И сега мајката моја ги вади моите документи, јас за нив да ги ваѓам. Бидејќи имам проблем со презимето, затоа ги родив вака. И така остана синовите. Она ги зема малата, пошто јас имам 4. Она ги зема, а другите не. Уште 3 нема. Како е да се живееш? Тешко. Тешко е, стварно тешко. Не можам да земам никакво социјално, не можам да ги хранам децата. Бидејќи јас мажена сум, да, со маж ми по канти се шетаме. Заради тоа што немате документи, мора да се снајдете на друг начин. Да, немаме документи, не можеме, мора да се снајдеш, да се живееш, бали можеш да умреш од глад. Тоа е. Како е, тешко ли е животот да водиш по канти? Тешко е, Бога ми тешко, не можеш ни 20 денара да ги ваѓаш. Треба да ги собираш едно по едно, па да ги продаваш. Ако би имала документи со седница, што би работил? Ќе одам на друго место да работам. Црна Гора, било каде. Ќе работам, зам да вадам едно парче лепто. Вие сте и на години веќе и сигурно... 38 години имам. На годину сум, да. Например, за пензија, ако понатаму мислиме на тоа? Да, може да имам, зашто да не? Моите деца, јас сакам да имам моите деца документи. Тешко ми е кога ги гледам без документи, не можам да ги лечам. Да, не дај Боже да падна нешто болно, не можам со пари моја. Или дарка ми земат од децата да ги прегледат, да ги дават. Тоа е. Каде ги вадите пари? Под континери. Собираме железо, продаваме. Така ги гледаме децата. Тоа. Кога дојдовте денеска да се информирате? Да, ќе информирам за документите, ако дај Господа ги земаме, зашто да не. Rečko Aliovski, një prind tjetër, po ashtu i përkatësisë rome, i cili edhe pse vetë është pajisur me dokumente, fëmijët e tij vazhdojnë fatin e njëjtë si shumë qytetarë të tjerë fantom. Кажи ми како е да се живее без држављанство, без документи? Тешко е многу. Ја сум добил лична карта, имам ја лична карта, а сега моите деца не може да ги признавам. Децата ми се еден 20 има, едно 21, едно 18 и 15 имам. Не може да ги признавам децата, значи ги фати полиција по патови, ги задржат у полиција, станица. Значи не може како да не се живее без документ. И немаме никоја поддршка вака без документи. Тоа е од мене, што да ти кажам повеќе. Како е животот без документи на децата твои? Како е? Многу е на школа завршија ли нешто? Тие учеле школа тука, нема до 4-5 одделение училе, и пошто ги вратил тука за Косово, пошто жена ми од Косово, ги вратил Косово,
и од Косово пак намаму ми пратија за документи да правам на промена на презиме, значи никако никој не реагира за овие случаи, овие нашите. И здраво. И сега тоа што ти кажувам многу е тешко за нашите деца, моите деца никакво право нема овде. Значи не може, еве, јас сум добил лична карта, не може да ги признам децата, еве лична карта. Не може да ја признам децата, жена ми дека е од Косово. Еве, лична карта, еве, македонска. Еве, македонска. Ти имаш лична карта, да, децата твои нема. Немат моите деца. Ни керката 21 години има, не може да зима лична карта. И 18 има, не може да зима. 15 има, не може да зима. Денеска тука дојде да се информираш? Да ми помога некој за документите. Да ми помогне некој од организација кој имаш како организација, да ми помогне за децата. Заедно со сопругата? Да, еве со жена ми сум тука. Ishe deputetja Latifa Shikovska tregone se numri I personave fantom në shtetin ton janë të përkatësisë të ndryshme nacionale, ndërsa numri oficial I këtyre personave, edhe pse është 700, të tillë, ky numër çdo ditë shtohet. Има, децата немаат. Латифа, која е бројката на роми што живеат без документи или така наречени фантоми? Официјалната е бројка некаде околу 700 лица кои не се регистрирани во матична книга на родини, меѓутоа јас сметам дека таа бројка за жал е поголема, бидејќи се уште на терен се идентификуваат нови лица и деца, а и возрастни кои се уште не се регистрирани во матичната книга на родени, а секако и немаат прва лична карта. Сигурно имате секакви случаи слушнато досега од луѓево, па и ние се обидовме да најдеме истории од луѓево кои што мајката има документи, децата немаат и на некој начин заради тоа не може ни да работат кој што треба, не може на лекар да ги носат и така натаму. Знаете што клучна во однос на упис, поднесување барање за упис на децата е мајката, тоа е законски. Меѓутоа се случува кога мајката нема лична документација или нема извод на родени, а повеќето од нив немаат и лични карти. Има мајки кои живеат во вонбрачна заедница со македонски државјани, а тие се особено мајки, жени кои се од 1999 година бегалци роми од Косово. Така да тука проблемот е специфичен затоа што мораме прво да обезбедиме мајката да добие лична карта за престој, за да може потоа таткото како македонски државјанин да ги признае децата, а со тоа и да ги остварат сите права кои им следуваат согласно законот и уставот. Во текот на мојот мандат јас бев иницијатор системски да се реши регистрацијата на лицата без документи, затоа што највеќе е засегната ромската заедница и во тоа успеавме, затоа што испорачавме 4-5 закони, меѓу кои Законот за неевидентирани лица во матична книга на родени, Законот за престојувалиште, живеалиште и особено Законот за први лични карти и секако Законот за овие што се лица кои не се државјани да добијат привремен престој од година дена, за да може потоа да се направи признавање на децата, а секако да имаат можности да се венчаат со своите сопрузи. Така да сметам дека ова е еден од многу важните пакет закони каде што до ден денес половината од оваа бројка што ви ја спомнав се веќе решени и сега остануваат одредени случаеви кои се малку поспецифични, па потребен е подолг процес, но затоа ние ги следиме на терен невладините организации, како од имплементацијата, дали се соочуваат со бариери, што се треба дополнително да се направи. И она што сметам дека е многу важно, работната група во собранието продолжува да работи во процесот на регистрација на сите лица без лична документација до целосно затворање на овој проблем. Затоа што и во мојот мандат таа работна група придонесе да се забрзаат сите процеси во однос на што поскоро да добијат децата и возрастните лица документација и соодветно на тоа да може да ги остваруваат
сите права како што секој еден наш граѓанин во нашата држава ги остварува. Дали ова бројка повише кај ромската националност, спомнавте 99-та дека избеглици заради тоа повишето. Но има и на другите националности кои што, еве јас сум добил поплаки од граѓаните што немаат документи, па се жалеле кај новинари за да им помогнат. Не се информирани луѓето и кај треба да се информират ако не. Знаете што, спомнав дека ние испорачавме неколку важни закони и сметам дека институциите надлежни за проблемот со лицата без документи должни се да ги информираат и да ги известуваат и секако и вие како медиуми и секако граѓанскиот сектор. Се согласувам со вас дека не се засегнати само ромите, има и други наши сограѓани, албанци, бошњаци, срби, кои го немаат регулирано својот престој овде или граѓанската регистрација, но кај нив бројката е помала. Но секако дека тие можат да се обратат низ институциите и да побараат да си ја завршат граѓанската регистрација, тука може да добијат поддршка и од граѓанскиот сектор кој нуди бесплатно правна помош. Во овој случај невладината Амбрела, тука се млади правници и други невладини организации кои работат на оваа проблематика. Благодарам толку. Ви благодарам на вас. Може сите да си земат документи и да се чувствуваат добро своето прашање. Амин, секако. Сите овие лица што ви ги спомнав се фактички државјани во оваа држава, тука се родени, години наназад живеат. И затоа сметам дека беше неопходен ова системско решение и се надевам дека во Македонија нема да имаме ниту едно лице кое не е регистрирано и ниту едно лице кое нема лична документација. Kjo ishte sa i përket personave pa dokument identifikimi, të cilët sipas numrave zyrtare janë 700 të tillë, ndërsa pretendohet se ka më shumë se sa ky numër. Ndërsa për javën tjetër sigurisht që do të sjellim edhe materiale tjera sa i përket sfidave me të cilat përballen qytetarët tanë. Pra, gjithçka ishte që përgatitëm për sot për emisionin në Fokus, uroj të kaloni një javë të mbarë dhe sërish të na ndiqni javën që vjen me tema të reja. Deri atëherë, mirëmbëjtje. Deri javën e ardhshme, miru pafshim.